Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilim pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë së bashku lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Tashmë dua të ndaloj tek një ish banore e Big Brotherit, Eliona Binjakaj, kohët e fundit ka qenë shumë në shënjestër të medias ros. Çdo lëvizje e saj në fakt po komentohet, çdo lëvizje e saj po studiohet, edhe fansat duan të dinë më shumë rreth përditshmërisë së Elionës. Jeta e Elionës dhe historia e familjes së saj ka qenë gjithmonë në fokus. Do me thënë që në ditën e parë kur Eliona është bërë pjesë e Big Brother VIP Kosova, tituj gjigant kanë qenë të shkruar në për portale për familjen e saj, për përditshmërinë e saj, për jetën e saj. Dhe kjo gjëja në fakt ka ngritur një pikpyetje të madhe tek të gjithë shqiptarët se si është rritur Eliona, pse Eliona ka vuajtur kaq shumë. Në shtëpinë e Big Brotherit, Eliona na e tregoi atë dhimbjen e madhe që e kishte në shpirt me humbjen e nënës edhe të motrës. Por fatkeqësisht familja Binjakaj përjetoi edhe një dramë tjetër në familje, humbën edhe xhaxhain e tyre, do të thënë babai i Elionës, në rastin e Gjakov humbi vëllaun e vet. Ishte një tragjedi në fakt që po ndodhi, ishte një tmerr që ndodhi në këtë familje, por gjithsesi do me thënë ka qenë një rast i cili ka ka vënë edhe një herë në dukje atë shpirtin dhe zemrën të Elionës. Dita e djeshme ka qenë një ditë e dhimbshme për Elionën, pasi që në disa fotografi pam Elionën të përlotur dhe shumë të mallëngjyer për nënën edhe për motrën e saj. Një pllakë përkujtimore në shenjë respekti për nënën dhe motrën e Elionës, të cilat humbën jetën në Kroaci pas një ndeshje automobilistike, e ka bërë Elionën që të rikthehet edhe një herë në ato dhimbje, e ka bërë Elionën që të rikthehet edhe një herë në ato emocione. Sinqerisht, nuk jam duke folur në këndin e gazetarit, por jam duke folur në këndin e njerëzit. Unë jam shumë i lumtur që Eliona së fundmi ka gjetur atë emocionin e bukur të dashurisë, sepse mendoj që kjo do t'ja mbushë shumë plagë, do t'ja qetësoj zemrën dhe Klodi për Elionën do t'jetë një shqiponjë e bukur që do ta mbërthej me dashuri dhe atë dashuri që Eliona vërtet e ka humbur dhe nuk e kthen dot. Ajo duket që është shumë e kënaqur me Klodin, duket që po jeton shumë momentin me Klodin dhe duket që po i gëzohet. Unë Elionës sinqerisht ja uroj të gjitha të mirat, shpresoj që të mos ta shohim më me lot dhe le të mbetet kjo pllakë përkujtimore, një kujtim i bukur për të dhe familjen.